محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, kohët që kalojnë nga jeta jonë nuk do të duhej që ne të ishim të njëjtit sikur më herët, sikur më vonë. Besimtari në jetën e tij duhet ta synojë një ngritje të vazhdueshme, një përmirësim të pandalun, pavarësisht që intensiteti i atij ndryshimi mund të qenë shumë i vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar se çka don Allahu fuqiplot, çka dëshiron, çka pret Allahu prej neve, ka thonë: e habbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Më të dashurat prej të gjitha veprave tek Allahu fuqiplot janë ato vepra që janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak, edhe nëse janë të vogla. Kjo i bjen që ne duhet një punë kur e marrim me seriozitet edhe me vazhdu deri në fund. Një braktisje të një vepre që e kemi bë po e zom në Ramazan, ajo shkputja jonë prej asaj vepre të ligë, prej asaj vepre të pakëndshme, prej asaj vepre të cilën Allahu jo që nuk e don, po mbase edhe mund ta urrej, do të jetë shkputje e plot. Kthimi ynë ka Allahu fuqiplot do të jetë kthim cilësor. Synimi jonë i kënaqësisë së Allahut fuqiplot do të jetë i përzemërt. Allahu i madhruar ju premton të gjithë atyre të cilët me seriozitet i marrin këto punë, ju premton ndihmë edhe përkrahje, ju premton se ka me u mundësu kthimin e mirëfillt edhe cilësor ka Allahu fuqiplot. Thot Allahu i madhruar: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Dhe ata që përpiqen në rrugën tonë, ne gjithsesi do t'i udhëzojmë ata udhëve që shpijen ka kënaqësia jonë. Dhe Allahu gjithsesi është me bamirësit. Ky është një ajet i cili flet për një projekt jetësor që duhet me e pas secili besimtar, një përpjekje të vazhdueshme për me udhëtu drejt kënaqësisë së Allahut fuqiplot, drejt suksesit edhe shpëtimit. Dhe ai i cili e bën këtë punë me përzemërsi dhe sinqeritet, e bën këtë punë me disiplinë dhe seriozitet. Jahadu fina, Allah i madhruar thot, dhe ata cilët përpiqen seriozisht në rrugën tonë. Jahadu fina është shprehja, folja e njëjtë prej cilës e ka rënien ose e ka përjardhjen edhe fjala xhihad, që na e kuptojmë vetëm si luftë. Anë të vërtetë xhihad është çdo përpjekje. Kur është kohë e luftës, është përpjekje armatosur, kur s'është kohë e luftës, është përpjekje në të cilën ka shumë disiplinë, në të cilën ka shumë seriozitet edhe përkushtim. E ai i cili e plotson këtë kusht, Allahu i madhruar i premton atij në mënyrë të garantuar me dy përforcime: lenehdiyannahum, ne gjithsesi do ta udhëzojmë atë
në rrugën tonë. Do ta shpijim atë në rrugën e suksesit. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, se Allahu i madhruar gjithsesi është në anën e bamirësve, atyre që janë muhsinun. E muhsinun janë ata njerëz të cilët gjanat i kuptojnë seriozisht. Ata njerëz të cilët gjanat i marrin sinqerisht. Ata të cilët aktivitetin e tyre në Ramazan e kanë pas për një me, edhe kanë vendosur që edhe pas Ramazanit atë që e kanë arrit me erujt. Për arsye se mençuria më e madhe është që njeriu krahas angazhimeve të shumta që i ka, krahas të arritunave, çfarë do të qofshin ato, mençuria më e madhe është që me i rujt frytet, me i rujt rezultatet, me e rujt atë që e ke arrit, për ndryshe i ngjan atij shembullit të asaj grus të cilin e ka pru Allah i madhruar në Kur'an, duke kërkuar prej neve që të mos e ndjekim atë shembull, thotë wala takunu kellati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mos u bani sikur ajo e cila gjithë ditën ka thurr, e në mramje ka thurr, pa asnjë arsye. Thjesht ka bë punë, mund edhe angazhim, edhe në fund për ndonjë teke e ka thurr gjithë atë që e ka thurr gjatë ditës. Besimtari pra duhet të jetë i mençur, besimtari duhet të jetë i vëmendshëm, i përkushtuar, po duhet të marrë gjanat edhe seriozisht për arsye se Allahu i madhruar e premton ndihmën edhe për krahjen e tij, mirë po atë mund ta fitoj vetëm ai i cili e ka për një mend. Ai i cili synon një ngritje, qoftë edhe me hapa të ngadalt. Nuk mundemi na kërkosh, nuk mundet tjetrit me i qitë standard, me i thonë ti dush me ecë me këtë shpejtësi, ose ti dush me ecë me këtë intensitet, ose ti dush me ngrit me këtë pjertësi të ngritjes. Jo, secili e zgjedh për veten e vet, por jo me zgjedh me dembeli dhe me përtaci, po me zgjedh me seriozitet. E pastaj në udhëzimet e Allahut, edhe në udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka material të mjaftueshëm që secili prej neve konform ose në përputhje me gjendjen që e ka, me zgjedh edhe çka po don me bë. Po ju sjell një shembull. Njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Thot i dashuri im, e ka fjalën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot i dashuri im më porositi me 3 gjana. Unë thot i kam marrë atë seriozisht ato 3 gjana, sa që derisa të më vi vdekja, kur s'kam me ilon ato 3 gjana. Edhe tash na kur e dëgjojmë këtë pjesë të rrëfimit, na shkon mendja kush e di çfarë gjana të mëdha janë ato, ose kush e di çfarë punë. A në të vërtetë kur e shohim, ato janë punë me vlerë gjithsesi, po s'janë punë që marrin kush e di sa kohë prej ditës ose prej jetës së besimtarit. Ato 3 gjana janë, thot, rekatei ad-duha. Më ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që brenda mundësisë mos me lën ditë në kohën e paraditës. Do të thonë, masi tjetë ngrit dielli, ka lind dielli, o ngrit, edhe deri para se me ardh dreka, i thojnë duha, paradita, mos me i lën pa i falë 2 rekat. Kjo është preferencë, kjo porosie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është obligim, nuk është farz, është preferencë. Mirë po, derisa e ka këshillu i dashuri i vetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo e ka marrë shumë seriozisht këtë punë. Edhe ka thonë bes, ka thonë nuk i lo derisa të vdes. 2 rekat të namazit të duhas, pastaj thot agjerim 3 ditë në muj, agjerim vullnetar. Në çdo muj, përveç Ramazanit, ti agjeroj 3 ditë. Dhe wa an utira qabla an arqud. Edhe mos me ra me flajt, mos me ra në gjumë, para se me e fal vitre, para se me e fal namazin e vitrit. 3 sene shumë të fjeshta, 3 sene me alternativë gjithsesi, për arsye se derisa kemi të bëjmë për diçka që s'është farz, mundesh edhe me e lanë, mundesh edhe mos me e bë. Po nëse e bën ki vlerë edhe ki sevap. Edhe ky ka zgjedh vlerën edhe sevapin. Tjetra me agjeru 3 ditë të çdo muji, nëse e bën ka vlerë të madhe, po nëse e lën nuk ke hyrë në gjuna, për arsye se me agjerimin e Ramazanit
ti e ke përmbush krejt ato që e ke pas borxh me agjeru. Ama zgjedh me kap vlerë për arsye se është bagazh edhe është përfitim i cili të vyn një jetë. Të vyn këtë jetë për me vazhdu me qenë energjik, në një lidhje të mirëfillt me Allahun fuqiplot, po të vyn edhe në botën tjetër se ndoshta një qasi namazi prej 2 recateve të paraditës, Allahu ta ka pranu edhe në peshore, kur rrin peshorja barabart, një në anë janë të mirat, një në anë të këqijat edhe s'po anon kërka një qasi 2 recat, ose një dhikër, ose një ditë e agjerume në afile, ose një qka do qoftë, e e bën të mbi peshoj e mira dhe për që ata ti e siguron shpëtime. Edhe, thot, më ka porosit i dashur em që të mos bin në gjumë para se me e falë vitrin. E këtu, vitrin e kemi pjesë të përditshmërisë tonë, e kemi pjesë të praktikës tonë, namazin e vitrit, që falet në fund, mas jacis. E ka porosit me e falë para se me ra në gjumë. Me e këshyr me e qitë një peshore pak ma precize, mbas se dikosh mundet me thonë, edhe ka drejt me thonë, po, nështë ma mirë me flejt, pas në i muqu para sabatit me e falë vitrin, po, ma mirë është, sigurisht. Mirë, po, nuk e kanë të gjithë njerëzit gatishmërin e njëjtë për me uqu, me e prish gjumin natën për me falë namaznate. Kështu që ka të falë shmasjacie quhet namaznate. Edhe nëse e falë para gjumit, ose edhe nëse zgjohet prej gjumit për me e falë, të dyja të llogaritën namaznate, e pastaj këtu se cili prej neve e ka mundësin e zgjedhjes ajo që të përshtatët ty. Por ajo që mendojnë në këtë temë na vyn, është pikrisht ajo që ka thonë la eda'uhunna hatta amut. Qëto mi ka thonë porosi, mi ka lënë amanet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëto nuk i la derisa të vdes. A kemi na? Kemi sigurisht. Gjonat për cilat do të me thonë qëto e kom fillu në Ramazan nuk e braktisi derisa të vdes. Kemi gjona madhore, kapitale, e kemi namazin. Kur thëm namazin e kam për qëllim 5 vakt namazin. Është punë, është temë të cilën besimtari nuk bën pa e rregullu. Nuk është temë e cila i nënshtrohet diskutimet, a me u falë, a mos me u falë, për me qenë besimtar s'ka diskutim. 5 kohët e namazit. I ke nisë në Ramazan, mos i braktis kur mo. Elhamdulillah, kjo është një hap të cilin ai i cili e ka ndërmarr, ai i cili e ka qitë në jetën e vet, padyshim që ka bo hap të madh, ama do të më nejt gati mos më lën asnjëherë. Ose edhe tema tjera të cilat mundën me qenë të rëndësisë jetike, ose mundën me qenë të rëndësishme, ose mundën me qenë ma pak të rëndësishme, ose mundën me qenë edhe vullnetare e plotësuese. Pastaj kjo punë s'ka të bëjë vetëm me ibadetin, vetëm me përkushtimin ndaj Allahut fuqiplot në kuptimin e ngushtë fjalës ibadet, por kjo ka të bëjë edhe me sjelljen tonë, edhe me relacionet tona me rrethin, me tjertë, me u sill mirë, me përmbajtë të gjuhën, mos me fol fjalë të këqija, mos me fol të pavërteta, mos me bart fjalë, mos me përgoju, mos me ofendu, mos me lëndu. Pastaj me rujt dorën, me rujt kamën, me rujt synin, veshin e kështu me radhë. Në të gjitha këto pra e kemi mundësinë me arrit atë përkushtimin, atë përpjekjen serioze për cilën po na porosit Allahu fuqiplot edhe po na premton ata që me seriozitet edhe përzemërsi mundohen në rrugën tonë, na gjithsesi kemi me ju dhënë sukses për arsye se Allah është në anën e atyre të mirëve. Nuk ka mundësi dikush me pretendu mirësi të nderuar vëllezër. Në çfarëdo aspekti, përveç se duke e synu kënaqësinë e Allahut fuqiplot, përveç se duke vendosur me e përmirësu jetën edhe praktikën e vet, përveç se duke u rregullu në vazhdimsi, me atë që ka hapësirë, ndërsa nevoja për me u rregullu edhe për me u përmirësu te secili prej neve është permanente, e vazhdueshme. Gjithë kemi çka me rregullu në jetën tonë. Allahun e madh e los që të na mundsoj që të jemi në rrugën e tij, të jemi në drejtimin e duhur, ta kemi vullnetin e mjaftueshëm të mishruar në përzemërsi edhe në seriozitet, ashtu që Allahu i madhruar të na ndihmojë në arritjen e asaj që synojmë, e që është fisnike, që është kënaqësia e tij edhe xheneti. E them këtë se dëgjuat dhe kërkoj falje prej Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues.
Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asnjë njeri, pa përjashtim, asnjë njeri nuk e din se sa do të qëndrojnë në këtë botë, kësaj të gjithë e dim se jemi përkohësisht. Të gjithë jemi kalimthi dhe jeta e kësaj bote nuk është destinacioni final i ynë. Këtu jemi vetëm kalimtar. E ta është kalimtar që do të qëndrojmë mesatarisht 60-70 vite, dikush ma pak, dikush ma shumë, po me gjitha te kjo botë ka fund. E fundi është i rëndësishëm në vlerësimin edhe llogaritjen e praktikave. Çfarë burri o kon filani, te Zoti do të vlerësohet që ka përfundu jetën. Po edhe të njerëzit, nuk është se njerëzit jenë të pavëmendshëm për këtë punë, për atë arsye kanë thonë njerëzit e mençur, është sukses me vdek pa u korrit. Pa u korrit do me thonë me jetu mirë edhe me përfundu mirë. Edhe e kundërta është humbje e madhe me u korrit para se me vdek. Edhe kanë thonë për do njerëz, ka njëherë të cilët gjatë jetës tyne nuk jenë konë që është duhet, edhe i kanë thonë njërit, filoni kishë ndru jetë, kishë thonë s'po më besohet se halas u korrit, halas kom një që u korrite, që si burra nuk vdesin pa u korrit. Allahu na rujt. Allahu na rujt me u korrit. Allahu në mos lejoft me u korrit. Allahu na e mundsoft na me vdek, pikrisht ashtu qysh është Allahu i madhruar i kënaqur. Po njeriu prap krejt përpjekjen e ka me veten e vet, me unin e vet, me egon e vet. Vetit do të mi qitë kushte. Qashtu qysh i qesëm kushte dikujt, prej cilit përpiqem me marrë ndonjë përfitim. Po e zomë, aplikojmë për një punë dikon, edhe ti, ajo çka të shtin me apliku, është oferta që e ka bo ai zotnia. Po kur të shkojsh me u marrë vesh, edhe ti i ki kushtet tua. I thonë, s'du me punu ma gjatë se 8 orë, du në mes 8 orëve me e pas një pauz, du me e pas një pushim javor, du me e pas një pushim vjetor, kushte. Në çdo përfitim ka kushte. Njeriu me vetveten e vet, mas pari vetës do të mi qitë kushte, dhe do të mi thonë vetit, ku ja kem sy? Ku po donë, qështu që fjenisti nuk shkohet atje ku është mirë. Edhe i qëtë vetës kushte, e bën një marrëveshje, një kontratë që ofte dhe të panën shkrume, mirë po vazhdo mi u përmbajt asaj edhe me e lyp të drejten e synimit pozitiv në çdo hap të jetës. Edhe kur arrim me e bë kështu, kena me e pa pastaj se çdo ditë e jetës tonë është mundësi jo vetëm e përmirësimit, por është mundësi e përfitimit dhe është mundësi e afrimit tek Allahu fuqiplot, e masanej kur të kalojmë pragun e kësaj dunjaje, se kjo dunjaje ka një prag. Edhe njëti prag është dalje prej kësaj dunjaje, kalim në jetën e përtejme. Ai prag është vdekja. Kur e kalojmë për prag, këtë prag, atëherë e vërejmë se ja ka vlejt çdo angazhim që e kemi bë. Çdo punë që e kemi marrë seriozisht, ja pas ka vlejt. Dikush që se ka marrë shumë seriozisht do të lyp me u kthy edhe një herë, mirë pa Allahu i madhruar kërkujt si ja ka dhënë mundësinë e dytë, për shkak se në këtë jetë na ka dhënë boll arsyetime, na ka dhënë boll dëshmi, na ka dhënë boll mend, na ka dhënë boll argumente. Andaj ai i cili nuk i ka shfrytzuar dhe nuk i ka kuptuar seriozisht, ai realisht edhe nuk do t'i shfrytëzonte as herën e dytë, as tretën, as kështu me radhë. Allahu i madhruar na drejtoft në rrugën e tij, na dhuroft sinqeritet e seriozitet edhe në fjalë edhe në vepra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma man aradana wal islam wal muslimin bisu'in farudda su'ahu wa kaydahu ala nahrihi وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.